Të nderuar miq, mirë se jemi. Do të flasim sot për natën e Kadrit, këtë natë të madhe që e pret çdo agjërues, e pret çdo besimtar. Por çdo të thotë nata e Kadrit, cilat janë kuptimet e këtij termi dhe cila është, po themi, mirësia e kësaj nate dhe cilat janë sekretet që fsheh kjo natë. Gjitha këto do të na shpjegoj Hoxha i nderuar Ahmet Kalaj. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoxh, gjithmonë kur përmendim natën e Kadrit kemi parasysh një natë sekrete që është e fshehtë, shohim shenjat, po faktikisht do të thotë natë Kadrit, do të thënë Kadr, nëse se natë kuptohet që në shqip. Sa i përket pjesës parë, është e qartë, natë, do të fjalë për një natë, për antonimin e fjalës ditë, ndërsa në kuptimin fetar, le të themi, ose në kuptimin gjuhësor, si fillim etimologjik, nata e Kadrit vjen nga fjala Kadr. Dhe fjala Kadr apo Kader në gjuhën arabe ka disa kuptime faktikisht. Vjen me kuptimin e diçka që është shumë e ngushtë. Siç thot Zoti në Kur'an, "Faman qudira alayhi rizquhu", e kush nuk ka mundësi, pra është ngushtë nga jeta, nga jetesa e tij. Vjen me kuptimin e diçka që ka vlerë shumë të madhe. Pra kur diçka ka shumë vlerë, i thon dhu Kader, filani është me një pozitë shumë të lartë. Është quajtur, le të themi, me këtë emër sepse me të vërtet ka të bëjë diçka, domethënë me këtë pjesën gjuhësore. Nënkupton pjesën e fatit të jetës njeriu. Pra, domethënë i thon kaderit, që themi në besimin e kader, domethënë fatin, caktimin, diçka e shkruar nga i Madhi Zot. Pra, vjen me këto kuptime në aspektin gjithmonë gjuhësor, vjen në kuptimin e diçka që ka vlerë, vjen në kuptimin e fatit dhe vjen me kuptimin e diçka që është tashmë shumë e ngushtuar, diçka që është shumë pak. Pra, këto në kuptimin gjuhësor, ndërsa në kuptimin fetar, nënkupton natën e madhe të Ramazanit, në të cilën ka zbritur Kur'ani famëlart. Nata e madhe e Ramazanit, si më thënë, netët e Ramazanit kanë kulminacionin. Kulminacioni i netëve të Ramazanit është pikërisht nata e Kadrit, si nata më e mirë e netëve të Ramazanit. Në një hadith, profeti alayhis salam barazon të gjitha netët e Ramazanit me natën e Kadrit, siç do të flasim inshallah taala. Atëherë, nata e Kadrit në kuptimin terminologjik është nata e madhe e Ramazanit, e cila është në 10 netëshin e fundit të Ramazanit dhe në të cilën ka zbritur Kur'ani famëlart, në të ndodh edhe caktimi i fatit për njeriu. Pra nata e fatit nata e fatit dhe është me të drejtë që quhet nata e fatit dhe është me të drejtë që shumë njerëz e vlerësojnë dhe është me të drejtë që njerëzit e shohin si një natë të veçantë. Pra, me të vërtetë ka. Për këtë arsye kanë thënë, është prej rasteve të rralla ku kuptimi gjuhësor dhe kuptimi fetar përputhen njëra tjetrën. Thamë në kuptimin gjuhësor ka kuptimin e ngushtësisë ose paksisë. Kanë thënë e ka marrë nata e Kadrit këtë emër se në këtë natë në tokë nuk ka hapësirë bosh pa qenë në të me lajket e Zotit. Nuk mbetet bosh asgjë në tokë, atë natë pa u mbushur me lajke. Për këtë arsye është quajtur natë Kadri. Është quajtur natë Kadri sepse është shumë e vlerësuar tek Zoti, sepse një vepër që mund të bëjë njeriu në të shpërblehet tek Zoti sikur të jetë bërë kjo vepër elfe shehrin, pra 1000 muaj pa ndërprerë. Është quajtur në kuptimin gjuhësor fat dhe ka të bëjë me fatin, po është e vërtetë se në çdo natë Kadri përcaktohet fati vjetor i njeriu. Pra updatetohet dhe bëhet edhe një herë, domethënë fati vjetor i çdo njeriu. Pra nuk bëhet fjalë për fatin e jetës, po bëhet fjalë për një caktim një vjeçar, nëse po bëhet fjalë për fatin vjeçar, për fatin vjetor të njeriu, si më thënë. Për këtë arsye, siç e thash, domethënë është e drejtë që njerëzit ta marrin shumë seriozisht këtë natë dhe është për tu vlerësuar që faktikisht le të themi në terrenin shqipfolës, shqiptarët kudo që janë, madje ndoshta edhe të feve dhe të besimeve të tjera, i kushtojnë tepër rëndësi natës Kadrit, e madhërojnë natën e Kadrit dhe shumë prej tyre, ndoshta edhe që nuk janë fare musliman, e agjërojnë natën e Kadrit duke e ditur që me të vërtetë kjo natë është një natë me një vlerë shumë të madhe dhe ka një pozitë shumë të veçantë. Pra ka një popularitet dhe një pranim shpirtëror të shumë njerëzve të kësaj nate dhe një lloj, po themi, dëshire për ta gjetur dhe për të hasur tek kjo natë. Absolutisht, domethënë edhe ne këtë hasim, ne domethënë gjatë gjithë kësaj kohe që po merremi, le të themi, me predikimin e fesë, e kemi hasur që madje kemi pas edhe komunikime të drejtë për drejta, ndonjëherë kemi qenë në televizor,
në për emisione ku njerëz nga fetë dhe besimet e tjera kishin dëshirë të agjëronin ose e kishin agjëruar, shprehnin gëzimin e tyre dhe ndjesinë e veçantë që kishin përjetuar gjatë agjërimit të ditës së kësaj nate, sepse nata nuk agjërohet, po agjërohet dita e saj, dhe normalisht që ka ato efektet e veta dhe ka mirësitë e veta. Normalisht, domethënë, e ka marrë gjithë këtë vlerë nata e Kadrit, për të cilën flitet kaq shumë, se Zoti e ka sqaruar në Kur'an kur tha nata në të cilën u zbrit Kur'ani. Pra, si më thënë, Kur'ani ka zbrit në 2 faza. Faza e parë, zbritja e plot, ka zbrit nga qielli i 7 në qiellin e parë, dhe pastaj nga qielli i parë ka ardhur tek pejgamberi alayhis salam sipas situatave, sipas momenteve, sipas pyetjeve, sipas diskutimeve që mund të ketë qenë për të sjellë ligje të reja, për të miratuar diçka që profeti e thoshte, ose për të sjellë diçka tjetër, domethënë që nuk ishte thënë më herët e kështu me radhë. Ndërkohë nuk kemi vetëm nata e Kadrit që i themi në shqip, po kemi edhe surja e Kadrit apo surja El Kadr që quhet. Pse ky emër për këtë sure dhe për çfarë bëhet fjalë? Është një kapitull në Kur'an, pra sura Kur'ani që quhet suratu El Kadr, pra kapitulli mbi natën e Kadrit. Pra Zoti i Madh, si më thënë, një kapitull kuranor e specifikoi pikërisht për këtë natë, gjë që tregon gjithashtu se çfarë vlerësimi Zoti i ka dhënë kësaj nate, domethënë në emër të saj, për hir të saj, Zoti zbret një kapitull të tërë, i cili fillon me Inna anzalnahu fi lejlatil qadr, e zbritëm Kur'anin natën e Kadrit, wa ma adrake ma lejlatul qadr, e ku e din ti o Muhammed se çdo të thotë dhe çfarë vlere dhe çfarë pozite ka tek Zoti nata e Kadrit. Lejlatul qadri khairun min alfi shahr, nata e Kadrit është më vlerësuar te Zoti se sa 1000 muaj pandar. Është më vlerësuar te Zoti se sa 1000 muaj pandar, pra 1000 muaj bashkë, që i bia përsisht 80 e sa vite. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Zbresin në këtë natë me lajket, madje edhe vetë Xhibrili, kryengjëlli, zbret atë natë në tokë. Për të çuar në vend, si më thënë, porosit e Zotit, selamun hiya hatta matla'il fajr, ajo natë është paqë dhe bekim deri në argimin e asaj nate. Pra kjo nuk është një natë që përkujtohet zbritja e Kuranit, nuk është një natë përkujtimore, por është një natë që ka mirësi çdo vit. Pra sa herë vjen nata e Kadrit, ka mirësi dhe bekim që kalon dimensionet e mirësisë së zakonshme. Gjithmonë kemi theksuar këtë fakt që në Islam nuk ekzistojnë përkujtimoret. Nëse ka diçka në Islam që ka të njëjtin emër apo duhet bërë vit për vit, do të thotë se mirësia dhe bekimi i Zotit ndodh sa herë që është gjëja. Për këtë arsye nuk ka për shembull në Islam përkujtimore për luftën e Uhudit, përkujtimore për luftën e Bedrit, apo përkujtimore për çlirimin e Mekës, apo përkujtimore, megjithëse faktikisht janë ngjarje të mëdha. Edhe këtu nuk kemi të bëjmë me një përkujtimore se kur ka zbritur Kur'ani. Jo, Zoti tregon se kjo natë e ka marrë vlerën pikërisht për faktin sepse në të ka zbritur Kur'ani. Për këtë arsye kam thënë, çdo gjë që ka të bëjë me Kur'anin merr vlerë. Muaji i Ramazanit nuk është muaj i shenjtë, pavarësisht se ne gjejmë vazhdimisht muaj i shenjtë i Ramazanit. Ramazani nuk është muaj i shenjtë. Është muaj i bekuar. Mirë po, Zoti e zbriti Kur'anin në cilin muaj? Në muajin e Ramazanit, mori vlerë Ramazani. Ja zbriti Kur'anin Muhamedit alayhis salam, mori vlerë Muhamedi alayhis salam. E zbriti në natën e Kadrit, mori vlerë nata e Kadrit. E solli nga Zoti tek Muhamedi Xhibrili, mori vlerë Xhibrili. Çdo njeri që mëson Kur'anin përmendesh dhe e jetson atë, jo vetëm ai që do të ketë një vlerë shumë të madhe, po prindrit e tij do të nderohen si mbretër ditën e Kiametit. Pra çdo gjë që ka të bëjë me Kur'anin merr vlerë. Se është i bekuar Kur'ani, është fjalë e Zotit. Dhe sa më shumë të kapet njeriu me të, sa më shumë të angazhohet njeriu me të, dhe çdo gjë që angazhohet me Kur'anin, vetëm se bëhet e bekuar, vetëm se bëhet e mbar, vetëm se mbarsi kanë të. Për këtë arsye, domethënë indirekt, nata e Kadrit neve muslimanëve na orienton edhe një herë, le të themi, na updateon busullën, se busulla jon si musliman duhet të jetë fjala e Zotit dhe tradita e pejgamberit alayhis salam. Urdhra faktet. Çfarë ndodhi me Xhibrilin, çfarë ndodhi me muajin, çfarë ndodhi me natën dhe çfarë ndodhi me njeriu profet të cilit Zoti i zbriti Kur'anin. Pra kjo është një natë në cilën duhet kërkuar mirësia me lutje, me dua, me lexim Kur'anit, se nëse dikush është indiferent, atëherë nuk përfiton nga kjo natë.
Absolutisht. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam për këtë arsye thash, më herët gjitha netët e Ramazanit i ka barazuar me natën e Kadrit. Dëgjoj hadithin, thotë, ai njeri i cili e kalon natën e Kadrit me lutje dhe adhurim, do t'i falen të gjitha gjunahet që ka bërë më herët nëse këtë e bën me besim dhe duke shpresuar shpërblimin e Zotit. Pa duhet që spaku ti ngrem duart nga qielli, spaku në këtë natë. Çfarë tha për gjitha netët e Ramazanit? Çdo besimtar ose besimtare që i kalon netët e Ramazanit me lutje dhe me adhurim, me shpresën ke Zoti dhe besimin e vetëm tek ai, Zoti do t'i falë gjunahet që ka bërë më herët. Të njëjtën gjë e tha për natën e Kadrit. Ai besimtar ose ajo besimtare që e kalon natën e Kadrit me lutje dhe me adhurim, me besimin tek Zoti dhe ku shpresuar shpërblimin e tij, Zoti do t'i falë gjunahet. Ai besimtar ose ajo besimtare që i kalon netët e Ramazanit me lutje dhe me adhurim, me besimin te Zoti dhe kërkuar shpërblimin e tij, Zoti do t'i falë të gjitha gjunahet. Urdhra. Nata e Kadrit e vlefshme sa gjithë netë e Ramazanit. Madje Zoti në Kur'an tregoi se jo sa gjithë netë e Ramazanit është e vlefshme, Zoti tregoi në Kur'an se nata e Kadrit është më e vlefshme, se zakonisht ne në retorikën dhe në artikulimin fetar themi nata e Kadrit është e barabartë. Kjo nuk është e vërtetë. Sepse Zoti ka thënë në Kur'an khairum min alfi shahr, më e vlerësuar te Zoti. Pra e te kalon shifrën 1000 muajshin. Për këtë arsye thon disa prej dietarëve, thon në komentin e ajetit dhe komentin e fjalës së Zotit, thon këtu 1000 muajshi është përmendur si vlera më e lartë që përdoret tek njerëzit. Filani është 1000 herë më i mirë se sa filani. Ai ndoshta s'ka krahasim se ky mund të jetë mizerie e njeriu dhe ky është shumë i mirë. Po çfarë thon njerëzit në përgjithësi? Thon ky është 1000 herë më i mirë se sa ai. Pra si më thën, shifra më e madhe që përdoret nga njerëzit kur duan të vlerësojnë diçka. Dhe Zoti i Madh, duke folur me mentalitetin dhe me retorikën që ishte në atë kohë mbi zotëruesit, siç është numri 7 për shembull, që nuk është i qëllimshëm, as numri 70 nuk është i qëllimshëm. Ose dhe ne përdorim, të kam thënë 100 herë për diçka si për treguar. Po, për treguar se ta kanë përsërit shumë ose domethënë që e njëjta gjë. Për këtë arsye tha Zoti, më e vlefshme se 1000 muaj. Për këtë arsye domethënë i mençuri është ai i cili domethënë mundohet ta shfrytëzojë në ekstrem këtë natë, po edhe të shfrytëzojë ditën përpara saj edhe ditën mbas saj. Ndërkohë, cila është nata e Kadrit? Ku gjendet ajo? A është një natë fikse? Shpesh ne njohim natën e 27, po ndërkohë dim dhe që është disi sekrete. Çfarë mund të thoni më tepër për përgjigjen e kësaj nate? Ktu ka dy përgjigje faktikisht. Një përgjigje që le të themi është ajo që njerëzit e thonë, e deklarojnë, e besojnë dhe i përmbahen. Pra shumica e njerëzve le të themi i përmbahet natës 27. Dhe është mirë që këtë le të themi mos ta trondisim dhe njerëzit le të përkushtohen te kjo pjesë, sepse fundi a fundit ka interpretim të tillë, ka mendim të tillë, ka mëdhëb në Islam që e mbron këtë fort, ka dietar të mëdhenj dhe kollos të dijes që e mbrojnë këtë mendim fort. E para. E dyta, faktikisht më saktë dhe më drejt është që nata e Kadrit është mirë që të kërkohet. Pasi Zoti i Madh ka dashur që kjo natë të rri si sekret, edhe njerëzit ta kërkojnë. Pra mos të jetë diçka, si më thon, si llokum në gojë që ta marrin njerëzit. Pra ja vlen lodhja për këtë natë, ja vlen lodhja për të, sakrifica për të. Më e mirë dhe më e vlefshme se 82 apo 83 vite, që do të thotë në gjuhën shqipe, çdo adhurim që bëhet në këtë natë, çdo adhurim që bëhet në këtë natë, çdo sadaka, çdo dua vlerësohet tek Zoti, sikur të jetë bërë 82 vjet pa ndarë. Pra llogaritet një i cili ka dhënë për shembull le të themi 1 euro. Dhe këtë 1 euro që ka dhënë 82 vjet pa ndar. Çfarë shpërblimi ka tek Zoti? Merren mend domethënë një lutje, një dhikr, çdo gjë shumëzohet me sikur të jetë bërë 82, madje më e vlefshme se sikur të jetë bërë 82 vite pa pushim. Domethënë vlerësimi i madh që ka tek Zoti i gjithësisë. Kështu që është mirë që kjo natë faktikisht kërkohet. Sepse ka disa transmetime interesante të cilat tregojnë se nata e Kadrit është në 10 netëshin e fundit të Ramazanit. Një ditë profeti alayhis salam futet në xhami dhe dëgjoi një zhurmë aty. 2 veta po bëshin llafë me njëri tjetrin, punë borxhi. Me sa duket atë atëherë ka pas probleme mes borxhlinëve, domethënë. Dhe profeti alayhis salam tha, unë erdha në xhami t'ju tregoj se kur është nata e Kadrit. Po për shkak të asaj që ndodhi, Zoti e fshehu atë dhe më inspiroi që ta kërkoni në 10 netëshin e fundit të Ramazanit. Këtu pastaj vijnë transmetimet që dietarët japin interpretimet. Për shembull thotë një hadith, thotë kërkojeni në netët teke të Ramazanit. Në një hadith thotë kërkojeni në natën 25, 27 dhe 29.
Në një hadith tjetër thotë, kërkojeni kur të ketë mbetur nga Ramazani edhe 9 ditë, kur të ketë mbetur nga Ramazani edhe 7 ditë, kur të ketë mbetur nga Ramazani edhe 5 ditë, kur të ketë mbetur nga Ramazani edhe 3 ditë, kur të ketë mbetur edhe Ramazani edhe 1 ditë. Fakti që tha kur të ketë mbetur edhe 9, kur të ketë mbetur edhe 7, kur të ketë mbetur edhe 5, kur të ketë mbetur edhe 3, kur të ketë mbetur edhe 1, i jep me kuptuar që mund të jetë natë çifte. Po dhe Ramazani ndoshta mund të jetë 29 ose 30 ditë. Dhe Ramazani vetë nuk është. Për këtë arsye, nga që nuk është, mund të jetë 30. Atëherë nëse themi 30, atëherë themi 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Edhe 9 ditë kanë mbet nga Ramazani. Nëse themi për shembull 7 ditë, themi 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 7 ditë. E fillu 24. Nëse do themi 5 ditë mbetura nga Ramazani, 26, 27, 28, 29, 30. Nëse do themi 3 ditë mbetura nga Ramazani, themi 28, 29, 30. Nëse do themi 1 ditë e mbetur nga Ramazani, 30. Kështu që nata e Kadrit është e fshehur, dhe kjo është me saktë. Për shembull tregohet pejgamberi sa njeriu tha shokëve të tij, tha nata e Kadrit do të jetë tani në këtë 10 net të fundit të Ramazanit, po do të jetë ajo nata që ne do të bëjmë sejdë në baltë atë natë. Thot transmetuesi dhe atë natë, atë vit, kemi bërë sejdë natën e 21 të Ramazanit në baltë. Hadithi tjetër, vitin tjetër, ju thot shokëve të tij do të bëjmë nata e Kadrit do të jetë atë natë kur do të bëjmë kur do ta vëmë ballin sejdë në baltë. Ka ndodhur atë vit natën 23, ka rënë shi dhe në asnjë natë tjetër. Kështu që një herë ka ndodhur me 21, një herë ka ndodhur me 23. Pastaj vetë profeti ka thonë kërkojeni me 25, me 27, me 29. Këtu ma tanë tha edhe 10 ditë kanë mbetur, pra nëse do të ishte Ramazani 30, se mund të jetë dhe 30, i bie që të jetë në net çifte. Për këtë arsye, për gjëra më interesante, muafakat quhen këto, do të thonë përputhshmëritë e habitshme, në një transmetim thotë ka zbritur Kur'ani natën 24 të Ramazanit. Ndoshta çdo vit nata e Kadrit mund të jetë e ndryshme, a është dhe kjo si kjo mund të jetë e ndryshme, po ne e pam në hadithin e pejgamberit, një vit 21 dhe një vit 23. Kjo është e para. E dyta, ka prej dietarëve që shkojnë edhe më larg se sa kjo, po unë faktikisht nuk jam fort me këtë mendim, po më pëlqen, interesant, që thotë mund të ndryshojë nga vendi në vend në të njëjtën kohë. Sidomos thotë në ato vende për shembull ku njerëzit kanë dallime me hyrjen dhe me daljen e Ramazanit. A nata e Kadrit një natë është. I bjerë që këta ta gëzojnë me 26, ndërsa këta ta gëzojnë me 27. E rëndësishme në mënyrë që mos ketë fort le të themi huti tek njerëzit, ne do të qëndrojmë faktit natës 27, por do ta kërkojmë atë në të gjithë 10 netëshin e fundit të Ramazanit, 10 netë teke, do të thonë netë teke të 10 netëshit të fundit, edhe netë çifte të 10 netëshit të fundit. Ajo padyshim që një natë për këtyre netëve do të jetë, normalisht që përkushtimi i njeriut me 25 nuk është si netet e tjera, përkushtimi i njeriut me 27 nuk është si netet e tjera, përkushtimi i njeriut me 29 nuk është si netet e tjera, po edhe nëse Ramazani është 30 ditë, përkushtimi i njeriut me 30 është dhe nata e fundit, normalisht nuk mund të jetë si në kohët e tjera, po e rëndësishme është që njeriu mundohet, domethënë, dhe mos ta flej mendjen. Për këtë arsye zakonisht, domethënë, ne në xhami, aty ku drejtojmë, ju themi njerëzve, mendojeni se kjo është natë Kadri. Pra jetojeni këtë natë sikur të ishte ajo natë. Pra përpjekja të jetë çdo natë e njëjtë, jetë maksimale, sepse mund të jetë në 10 netëshin e fundit nuk qëndroi në një natë të caktuar në xhami. Qëndroi në 10 netët në xhami. Se që arsyeja e etikaf, pra qëndrimi në xhami që rrin njerëzit 10 ditë në xhami. Kur s'ka probleme pandemie etj, po themi kur janë kushtet e të gjitha. Pejgamberi sa neti në xhami 10 net, pra nuk neti vetëm një natë, që do thotë edhe ai vet po e kërkonte. Kur ka zbrit për herë të parë surja mbi natën e Kadrit, profeti alayhis salam ka net 10 netëshin e parë të Ramazanit në xhami, itikaf. Me të mbaruar 10 netëshi i parë, i tha Xhibrili, e ke përpara neti dhe 10 netëshin e dytë në xhami, profeti alayhis salam. Me të mbaruar 10 netëshi i dytë dhe deshi të dilte nga xhamia, se ai po kërkonte natën e Kadrit, se Zoti tha, kemi zbritur në natën e Kadrit më vlefshëm se 10.000 muaj, se sa 1.000 muaj. Kur mbaroi 10 netëshi i dytë, pra 10 ditëshi i dytë, i tha Xhibrili, e ke përpara. Pra është rasti i vetëm që profeti ka bërë itikaf 30 ditë. Pastaj çdo vit mbas këtij
viti, etikafin e ka bërë në 10 ditëshin e fundit të Ramazanit. Sallallahu alaihi wasallam. Hoxh, ne po bëjmë një shkputje të shkurtër dhe rikthehemi sërish bisedës mbi natën e Kadrit, ndërmjet që jemi pas pak. Të nërmiq, po flasim për natën e Kadrit, mirësinë e saj dhe bekimet që ka kjo natë. Po ndërkohë le të ndalemi pak tek shenjat, hoxh, pra shpesh e krijohet diskutim, a ishte kjo natë apo ishte ajo natë, dhe diskutimi kthehet tek shenjat, kishte shi, dielli e tjera. Cilat janë shenjat që mund të themi se e kemi kaluar natën e Kadrit? Me thënë drejtën, unë kur më pyesin, mbaron Ramazani për shemb më pyesin, them për Zotin nuk e dija. Nuk e di se kur ka qenë. Sepse është një pjesë që nuk më intereson fort në 10 ditën e fundit të Ramazanit. Sepse mundohem që çdo natë bëjmë maksimum, normalisht tash kur janë netët teke, është normale që njeriu të jetë edhe më i nxitur, që të jetë më i përkushtuar, le të themi. Kështu që angazhimi me shenjat për mendimin tim është harxhim kohe ndoshta, sepse Ramazani në këtë 10 ditë është shumë më i vlefshëm se sa njeriu të harxhoj. Mirë, po mund na udhtoj ky diskutimi mbi shenjat. Një nga shenjat na e ka thënë Zoti në Kur'an, kur tha zbresin me lajket në tokë dhe Xhibrili zbret në tokë, dhe është qetësi dhe paqe ajo natë. Pra ndryshe nga netët e tjera, natë mbi zotëron një lloj paqe, një lloj qetësie e pa interpretueshme. E para, e dyta prej shenjave të saj është se zakonisht nata e Kadrit shoqërohet me një vesë të hollë shiu. Zakonisht, në përgjithësi, mund të jetë korrik, mund të jetë gusht, se që ndodh diçka, do të thonë që kuptohet se ka diçka. Dhe prej shenjave gjithashtu është se, siç thot pejgamberi alayhis salam, dielli i saj lind jo i kuqërremt dhe nuk t'i vret syt derisa të ngrihet lart. Pra mund ta shohësh diellin me sy të lirë, derisa ai të ngrihet lart dhe nuk është i kuqërremt, pra është një diell krejt ndryshe nga ditët e tjera. Nëse dielli në përgjithësi kur lind i kuqërremt dhe si i verdhë dhe shumë e vështirë që ta ndjekësh me sy deri lart, në natën e Kadrit jo. Dhe këtë e kanë interpretuar, kanë thënë nga që është koha që ngrihen dhe me lajket në qiell, kanë thënë si interpretim, Zoti e di më së miri, dhe drita e me lajkeve normalisht reflekton dhe e pengon atë rrezatimin e fortë të diellit, i cili është dëmshëm për shikimin, dhe njeriu mund ta shohë derisa të ngrihet lart. Ndërkohë, natën e 27, veçanërisht ne shohim njerëzit që dynden rreth xhamiave për të shkuar tek ai quhet namazi i natës. Ka një namaz specifik kjo natë, a ka një adhurim specifik kjo natë, si kalohet kjo natë nëse mendojmë se jemi duke kaluar natën e Kadrit? Nuk është se ka ndonjë namaz që quhet namazi i natës Kadrit. Faktikisht është një lloj namazi që falet në disa vende, që i thon namazi i natës Kadrit, që këndohet në çdo rekat sura Kul Huwallahu Ahad 100 herë, diçka e tillë. Kjo është një gjë për cilën nuk ka argument, dhe është prej bidateve që nuk duhen bërë. Ndërsa kalimi i natës Kadrit me adhurime, me përkushtime, me këshilla, me mësime, me vepra të tilla, absolutisht kjo është okay dhe shumë e mirë. Zakonisht në përgjithësi, do të thonë në Shqipëri, le të flasim për Shqipërinë, në 10 ditën e fundit bëhet një namaz special përveç namazit të teravive, që është namazi i Tehexhudit. Dhe në këtë namaz të Tehexhudit, në 10 ditën e fundit të Ramazanit, besimtarët falin sërish namaz, bëjnë dua, bëjnë lutje, dhe kjo do të ishte e mjaftueshme. Pra, nëse besimtari, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, falet me imamin derisa të mbarojë imami, të japë selam, Zoti do të japë shpërblim sikur është falur gjithë natën. Kështu që nëse ne i përmbahemi asaj që bën imami i xhamisë, për shembull, jemi në një vend ku nuk falet namazit e Tehexhudit, është ndaluar sipas institucionit i cili drejton atij vendi që të falet namaz të Tehexhudit. Dhe njerëzit mund të falen vetëm namaz teravije. Ne si xhamat, nëse falim yatsin në xhami, sunetet, falim teravin, falim vitrin me imam derisa të japë selam imami, ne jemi në rregull. E kemi marrë shpërblimin e natës. Pastaj nëse duam të bëjmë diçka plus, mund ta bëjmë në shtëpiat tona, mund të organizohemi etj. Pra nuk ka nevojë për të bërë rebelim apo për të përgojuar apo për të përfolur, pse nuk lejohet, pse na e kanë ndaluar, është e drejta e tyre fund ata e shohin më mirë ndoshta situatën për x, y apo z arsye, është e puna e tyre, e drejta e tyre, por e saktë dhe më e mira është që ky 10 netësh në natë, pra natës vonë, të shoqërohet para syfyrit me atë që quhet namazi i Tehexhudit, pra një namaz special plus teravive që bëhen duat dhe lutjet.
Kjo është, domethënë ajo që mund të bëhet në atë kadrit, po edhe këtë po mirë, nëse unë për shembull unë si person dua të bëj namaz shumë, absolutisht që mund ta bësh. Pra namazin mund ta bëjmë kudo, lutjen mund ta bëjmë kudo. Kur'an bëj, absolutisht nuk ka asnjë problemi, mund të bësh Kur'an, pra mund të lexosh Kur'an. Të gjitha këto janë të lejuara, por domethënë të bësh në një formë të caktuar, sipas një metode të caktuar, sipas një X le të themi verdikti apo versioni, kjo pastaj ka nevojë për argument special. Dhe nuk mund thua ti çfarë të keqe ka se un namaz po fal. Dakor, namaz po fal. Po këtë lloj namazi në këtë lloj forme dhe specifike që ti po kryen e ka bër profeti alayhis salam, e kanë bër sahabët, e kanë bër 4 imamët të mëdhenj, Abu Hanifa, Maliku edhe Imam Ahmedi dhe Shafiu për shembull. Jo, për atë mbaroi historia me kaq. Kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf. Çdo e mirë është tek të parët, dhe çdo e keq është tek shpikjet dhe sajesat që kanë bër të fundmit, me thënë, ose ta që vinë më vonë, të më vonshmit. Kështu që ne duhet të qëndrojmë kësaj pjese, domethënë. Ndërsa si vepra të mira në këtë natë mund bëhet gjithçka. Në këtë natë mund lihet ndarja e zakatit. Në këtë natë mund të nxjerret sadakaja e fitrit. Në këtë natë mund të bësh dua pafund dhe pa pushim. Në këtë natë mund të lexosh Kur'an pafund dhe pa pushim. Në këtë natë mund të falësh namaz pafund dhe pa pushim. Në këtë natë mund të japësh sadaka sa të duash dhe si të duash. Në këtë natë mund të vizitosh një njeri që është në hall nevojë, i smur e ku dëgjon e tjerë. Të gjitha këto mund t'i bësh dhe mund t'i organizosh natën e kadrit. Nuk ka dyshim që domethënë shpërblimi i çdo gjëje të mirë që bëhet në këtë natë është shumë i madh. Mos harrojmë dhe prindërit në këtë natë, hallallikun prej tyre, hallallikun prej njerëzve që ndoshta edhe mund të kemi në hak, sepse është me të vërtetë moment që mirë është që zemrat e njerëzve të jenë të qeta. Ndërkohë, a ka një lutje specifike, a ka një dua të veçantë kjo natë dhe si bëhet kjo lutje, si thuhet kjo lutje? A duhet thënë vetëm në arabisht apo ka kuptim edhe në shqip? Nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu ta'ala anha i thotë pejgamberit alayhis salam, ta pejgamberi i Zotit, nëse e ndjej sikur është nata e kadrit, çfarë të them? Ka ndonjë lutje të mirë? Tha pejgamberi alayhis salam, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." O Allah, ti je falës, më fal mua. O Allah, ti je falës, e do faljen, më fal mua. O Allah, o Zot, ti je falës, e do faljen, më fal mua. Pra kjo është lutja që bëhet natën e kadrit, si më thon duaja e natës kadrit. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, o Zot, ti je falës, e do faljen, më fal mua. Kështu që kjo është një lutje që mund bëhet edhe në gjuhën shqipe, nuk përbën asnjë lloj problemi, domethënë mund ta bëjë njeriu edhe shqip. O Allah, o Zot, ti je falës, e do faljen, më fal mua. Pra mund ta bëjë edhe në gjuhën shqipe, nuk ka asnjë lloj problemi. Po kjo është një lutje mirë që të bëhet sepse në fund fare, cili është qëllimi ynë? Qëllimi ynë është dalim pastër nga kjo botë. Atëherë ti lutesh Zotit në këtë natë që të dalësh i pastër nga kjo botë, sepse njeriu po që i pastër dhe pa mëkate, çdo gjë do të shkojë mbar dhe mirë. Dhe ndoshta, le të themi, mos ecja mbar e jetës tonë mund të jetë marr peng për shkak të mëkateve dhe gjunave që ne kemi bërë. Për këtë arsye, sa më shumë të bëhet kjo lutje që më mirë është, sepse fundit ky është dhe qëllimi. Qëllimi është të jesh i pastër pa mëkate. Ndërkohë, këtë natë marrin farë vëmendje, po themi, edhe ata që kanë ndruar jetë të vdekurit, pra shpesh shkojnë tek varet apo gatuhet diçka, pra ka gjëra që kanë dhe keq kuptime në këtë mes. A ka, po themi, a kanë vend të vdekurit në këtë natë? Nëse ndodh vizita e varrezave natën e kadrit natyrshëm, pra qelloi njeriu u shkëput natyrshëm, pa besuar se ka diçka këtu në mes, nuk ka asnjë lloj problemi. Nëse bëhet pastaj rregull dhe traditë që ne natët e kadrit shkojnë ndezin qirinë për varreza apo kandila apo këto të ri që kanë dalë tani me bateri, domethënë kjo pastaj është një bidat dhe një sajes dhe një risi, sepse në Islam ndezja e qirive në për varreza apo e kandilave apo e këtyre baterive që bëjnë dritë nuk ekziston absolutisht. Jo më për natë kadrit. Absolutisht. As lloj nate apo dite. As lloj nate se ditën s'mund ta bëjmë, po vetëm as një lloj nate. Kështu që është bidat dhe është sajes e turpshme. Domethënë kuptohet qartë që kemi marr traditën e të tjerëve që neve nuk na lejohet që të kopjojmë traditën e të tjerëve. E para, e dyta, domethënë specifikimi i një ushqimi të caktuar me rastin e natës kadrit, edhe kjo është e rëndë, domethënë, sepse Zoti thot Kur'ani, vlera e natës kadrit, shpërblimi, fati, ndërsa ne themi mirë, po bëjmë një hall.
Pra janë larg dhe natyrës dhe frymës gjithë fesë, vetëm nuk ka lidhje, domethënë. Po si ti përfshim hoxh në këtë mirësi ata që i duan po kanë ndruar jetë përmes lutjeve, përmes sadakave, gjëja më e mirë që mund bëjmë ne për ta njerëz natën e kadrit është që ti lutemi Zotit, siç e thatë edhe ju, t'japim sadaka për ata që shohin se shkon shpërblimit i Kuranit, le të lexojnë Kur'an për shpirtrat e tyre, tek ata që e shohin këtë si okay. Edhe këto janë gjëra. A mund të shtrojmë iftar hoxh për po themi për shpirtin atyre që kanë ndruar jetë? Absolutisht që po, shtrohet iftar ose syfyr, sepse ne kemi mentalitetin vetëm tek iftari, po edhe syfyr mund shtrohet për shpirtin e një të vdekurit. Dhe në përfundim hoxh për t'ju kthyer sekretet e natës së kadrit, ata të cilët kanë po themi kanë bërë një jetë ose kanë menduar, kanë planifikuar ta agjërojnë vetëm një natë. A ka vlerë që ta agjërojmë vetëm natën e 27 dhe nëse agjërojmë, agjërimi është ditën, nata e kadrit është natën, duhet ta agjëruar para apo mbas kësaj nate? Pra më e mira dhe më perfektja që duhet bëjë një besimtar është që ta agjërojë gjithë Ramazanin. Kjo është më e mira. Në pamundësi të paktën ta agjërojë vetëm 10 netëshin e fundit të Ramazanit. Nëse deri para 2 vitesh, 3 vitesh, 5 vitesh, 10 vitesh ishte vap, ishte korrik, ishte gushte, ku diun, tani elhamdulillah, domethënë është duke u lehtësuar situata, ne jemi në pranverë tashmë, edhe agjërimi është shumë më i lehtë. E para, pra duhet ta agjërojë Ramazanin. Minimale duhet ta agjërojë 10 netëshin e fundit të Ramazanit. E rëndësishme, nëse dikush do të agjërojë vetëm këtë natë, Zoti ja pranon, se në fund fare ky po e bën një adhurim, duhet ta agjërojë mirë. Më e mira është ta agjërojë ditën përpara dhe ditën mbrapa. Ditën përpara në mënyrë që kur të futet nata e kadrit, ky të jetë duke çel agjërimin dhe të bëj dua të pranohen. Duaja e agjëruesit. Duaja e agjëruesit. Dhe ditën mbrapa se sot përjetoj natën e kadrit, atëherë çfarë duhet bëjmë me Zotin që na e mundsoi ta jetojmë natën e kadrit? Agjërojmë si falënderim për Zotin dhe ditën e nesërme. Kjo do të ishte më perfektja. Në mos të paktën ditën përpara, që kur ta çeli atë natë, ta çeli duke qenë agjëruar. Ndërkohë hoxh, a mund të themi se ka dhe ditë kadri, pra vlera dhe mirësia është vetëm natën dhe por sa lind dielli pastaj nuk është më vlera Zoti thotë nata e kadrit, nuk ka ditë kadri. Dita e kadrit nuk është as para natës kadrit, as mbrapa natës kadrit. Në Islam, për cilën ka ardhur argumenti, është nata e kadrit. Që do thotë nga perëndimi i diellit deri në agim. E qartë. Or Zoti shpëlbeft. Amin o dhëve. Tërmi që folëm për natën e kadrit, këtë natë madhe që e presin jo vetëm besimtarët muslimanë, por shpesh e presin edhe ata që nuk janë pjesë e kësaj feje. Mirë po, mirësitë e saj janë të atilla që i përfshin pra shumë njerëz. Lutim Zotin që ta arrijmë këtë natë dhe ta përjetojmë ashtu siç duhet. Zoti shpëlbej që na ndoqët mirë ta kohëshim, kaloj sa mirë.